Ky libër përmban, unë dhe tash kom botu 24 libra për jetën dhe veprat e Adem Demaçit. Këto janë libra të cilat mund lidhen nga historiografia, ka publicistika, po dhe ka nga letërsia. Janë libra të lehta për të lexuar, po ka shumë kujtime, shumë evokime, shumë edhe për familjarët e Adem Demaçit, edhe për shokët e Adem Demaçit, edhe për udhëtimet me Adem Demaçin, edhe për shënimin e 80 vjetor pavarësisë në Vlorë me Adem Demaçin. Do thotë thjesht janë kujtime të cilat e bin edhe e sjellin Adem Demaçin pak më ndryshe, se sa vetë të burgjeve, vetë të sakrificave. Të nderuar familjarë të figurës së njohur, heroi të Kosovës, fituesit të çmimit Zaharov Adem Demaçi, të nderuar të pranishëm, mirë se erdhët në promovimin e librit Rrugtimi me Adem Demaçin, kujtime 1962-2018 të autorit Selatin Novosela, i cili mbahet në një datë simbolike që shënon edhe në 10 vjetorin e lindjes së Adem Demaçit. Meqense nga kolegu Dem Fetaj u kërkua 1 minutë nderim për figurën e Adem Demaçit, atëherë ju ftoj që së bashku ta nderojmë heroin e Kosovës. Lavdi. Ky nuk është padyshim aktiviteti i parë që është bërë në nderim të veprës dhe figurës Adem Demaçit. Në 80 vjetorin e lindjes së tij, në vitin 2016, autori Selatin Novosela kishte botuar trilogjinë për 3 dënimet e Adem Demaçit të vitit 1958, 64 dhe 1975. Në atë kohë, Ministria e Arsimit kishte sponsorizuar botimin e këtij libri dhe pikërisht në atë kohë ministër kishte qenë profesor Arsim Bajrami, i cili tash është edhe antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, e që na ka nderuar këtu me prezencën e tij. Për shkak të kësaj e ftojmë për një fjalë rasti profesorin Bajrami. Të nderuar akademik dhe studius, të nderuar ish të burgosët politik, përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës, të dashur miq të librit, të kujtesës dhe të lirisë. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të promovuar 3 libra. Sot jemi mbledhur për të nderuar një epokë të qendresës shqiptare, një figurë që mishron ndërgjegjjen morale të kombit dhe një autor që ka ditur të shndrojë kujtesën historike në vepër serioze shkencore. Në qendër të këtij promovimi qëndron figura monumentale e Adem Demaçit, simbolit të rezistencës politike, të sakrificës personale dhe të dinjitetit njerëzor, dhe korpusi 3-dimensional i veprës Rrugtimi me Adem Demaçin i autorit Selatin Novosela. 3 vlimet e kësaj vepre nuk janë thjesht kujtime personale. Ato përbëjnë një dëshmi historike, të strukturuar në një analizë politike të thelluar dhe një akt të kujtesës kombëtare. Vlimi i parë, 1962-96, trajton periudhën e përballjes së drejt për drejt me aparatin represiv jugosllav, purgimet e gjata politike dhe formimin e Adem Demaçit si figurë të rezistencës morale dhe kombëtare. Vlimi i dytë, 1996-2015, analizon rolin e tij në periudhën më dramatike të historisë sonë moderne, luftën qëllimtare dhe përfaqësimin politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe sfidat e pasluftës. Vlimi i tretë përfshin periudhën 2015-2018 dhe ka një vlerë të veçantë dokumentare dhe etike. Ai pasqyron vitet e fundit të jetës së Adem Demaçit, reflektimet e tij për shtetin e Kosovës, për drejtsinë, për devijimet politike dhe për rrezikun e harresës historike. Këto 3 vlime së bashku përbëjnë një biografi morale të një kombi, të parë përmes jetës e një individi që refuzon kompromisin dhe padrejtsinë. Vlera e veprës së Selatin Novoselës qëndron në metodën e tij. Ai nuk e mitizon vetëbërtisht figurën e Adem Demaçit, por as nuk e relativizon atë. Ai dokumenton, analizon dhe vendos atë në kontekst historik e politik, çdo qendrim, çdo konflikt dhe çdo dilemë. Kjo bën veprën e besueshme akademikisht dhe jep një fuqi morale.
Në librat e tij Adem Demaçi paraqitet jo vetëm si i përgosur politik, por si një institucion moral. Autoriteti i tij nuk buron nga pushteti formal, por nga sakrifica, jo nga pozita, por nga qëndrueshmëria. Burgjet nuk e thyn, atë e formsuan. Heshtja nuk e mposhti, ai e thelloi mendimin e tij politik. Si jurist dhe si studiues i shtetit të kushtetutës, e vlerësoj veçanërisht mesazhin normativ të këtyre 3 librave. Se liria pa drejtësi është e brisht, se shteti pa moral humb legitimitetin, se pushteti kur shputet nga etika shndrohet në rrezik për shoqërinë. Adem Demaçi ashtu siç na sjell Selatin Osella mbetet kritik i çdo pushteti që largohet nga këto parime, qoftë pushteti të huaj, qoftë aty vendor. Kjo e bën figurën e tij aktuale edhe sot, ndoshta edhe shumë vite të ardhshme. Në planin patriotik kjo vepër është një akt i mirënjohjes ndaj brezit të sakrificës, ai i flet brezit të ri që e gëzon lirin si realitet i dhënë, por që rrezikon të humb kujtesën për çmimin e lirisë. Ai u flet edhe elitave politike e akademike, duke kujtuar se kompromisi me padrejtinë është gjithmonë humbje afatgjate. Botimi i këtyre 3 vëllimeve nga shoqata e përgosur politikë të Kosovës nuk është rasi, është akt simbolik dhe historik, sepse kjo shoqatë mishron pikërisht atë përvojë të Adem Demaçit, të cilën e mishroi dhe e ngriti në nivelin më të lartë Selatin Osella, duke dokumentuar përvojën e burgut dhe qëndresës dhe dinjitetit. Prandaj sot, duke promovuar 3 librat me titull Rrugtimi i Adem Demaçit, vëllimi 1, 2 dhe 3, ne bëjmë 2 nderime nikosisht. Nderojmë një figurë që e jetoi lirin si sakrificë, nderojmë një autor që shndroi kujtesën në dije dhe dëshmi të shkruar. Në këtë kuptim, librat nuk janë vetëm retrospektivë historike, janë tekst reflektimi për të tashmen dhe për të ardhmen. Ato i flasin brezit të ri, i cili e gëzon lirin si realitet, por rrezikon të harrojë çmimin e saj. Ato i flasin edhe elitave politike dhe akademike, duke i kujtuar se kompromisi për padrejtinë është gjithmonë humbje afatgjate. Prandaj, duke promovuar këto 3 libra, ne bëjmë 2 nderime nikosisht. Nderojmë figurën e Adem Demaçit dhe nderojmë përkushtimin intelektual të Sabri Novosellës. Njëri na la shembull në jetës, kurse tjetri la dëshminë e shkruar. Të dy secili në mënyrën e vet i kanë shërbyer të vërtetës për Kosovën. Le të jenë këto vepra pjesë e bibliotekave tona akademike, por edhe formimit tonë qytetar, sepse siç na mëson Adem Demaçi dhe siç na kujton Selatin Osella, liria pa kujtesë të brisht është liri e mbështetur në dije dhe moral dhe është gjithmonë e qëndrueshme. Ju falenderoj. Kjo vepër ishte publikuar me kontributin e veçantë të profesor Begzat Baliut dhe bashkëshortit të tij, profesor Myrvete Dreshaj. Për këtë rast, e ftojmë profesor Begzat Baliun që ta marrë fjalën. Faleminderit, të nderuara kryesi, të nderuar profesor, të nderuar bashkëkohës e bashkëpunëtor të Adem Demaçit, nderuar familje Demaçi. Unë kam sjell një shkrim për 9 faqesh, po i premtova edhe profesorit që nuk do t'i lexoj më shumë se 3 paragraf të shpërndar. Kur kam filluar leximin e dorëshkrimit me kujtimet e zotit Selatin Osella për Adem Demaçin, ndjenja e parë që kam pasur ka qenë fati i tij për të bërë një jetë pranë tij, duke përfshirë edhe burgun. Çfarë fati i autorit të jetojë në një fëmijësi me familjen e Adem Demaçit, të ndikohet prej tij në jetën mendore dhe krijuese. Ky është fati i Selatin Osellës, fati i të jetuarit në frymën e Demaçit. Jo vetëm intelektuale, jo vetëm politike, në të vërtetë mesianike. Fati i të bërit të burgut jugoslav së bashku e në frymën e idealeve të tij dhe të bërit të një jete jashtë e brenda burgut me frymën adletare të tij. Nuk e dija ndërkaq që në një nga universitetet intervistat e tij për televizionin e Kosovës e kishte theksuar këtë në një mënyrë ani tjetër, si trashëgimi individuale dhe si sintezë e mendjes historike. Periudha e parë e krijimeve për rrugtimin e autorit të kujtimeve zotit Selatin Osella me Adem Demaçin fillon në mënyrë simbolike, me një anekdotë për Adem Demaçin, për të vazhduar me kujtimin për takimin e parë dhe leximet e porositë e tij letrare në Normanën e Prishtinës, si dhe martesën Adem Demaçit dhe shokët e lëvizjes revolucionare.
Rrugtimi i tij jetësor krijues me Adem Demaçin përplotësohet me hyrjen e tij në lëvizjen ilegale në të njëjtin grup me Adem Demaçin, me të dhënat për raportet e tij me vllaun Sabrin Novosela dhe historinë e flamujve, si kult e si identitet, me arrestimin e dytë të Adem Demaçit dhe fatin e lëvizjes kombëtare, me kujtesën për nënën Nazife dhe vdekjen e saj, me dënimin e grupit të parë të Adem Demaçit dhe antarëve të lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, me rolin kombëtar e krijues të romanit Gjarpij të Gjakut, si dhe me përpjekjes për dramatizimin e saj. Duke e parë e lexuar tekstet e kujtimeve të Selatin Novoselës me Adem Demaçin, mund të krijojmë edhe korpuse tematike të tyre: burgun, letërsinë, ideologjinë, adetarizmin e tjerë. Por jo gjithnjë pastaj tek lexuesi mund të krijojmë kompleksin e jetës dhe vazhdime së vazhdueshme të dy protagonistëve kryesorë, të cilët njëkohësisht bëhen dëshmitar historik edhe bashkëkohësve të tyre, sikur janë antarë të grupit të LBRSH-s. Në burgun e Pozharevsit, bisedat, diskutimet dhe idetë e iluministët e Adem Demaçit, pa të cilin nuk mund të shkruhet biografia mendore dhe jetësore e tyre. Bisedat për aktivitetet kombëtare në të gjitha fushet, me theks bashkimin kombëtar përmes konsultës së Prishtinës e Kongresit të Drejtshkrimit, një nga idealet e lëvizjes ilegale dhe një nga parimet bazë të programit të LRBSH-s. Si të tilla, vëllimet lexohen si një frym, si një histori në vazhdim, si një roman, ndërsa të sistemuara tematikisht ato e humbin funksionin e parë. Periudha e dytë e jestës dhe e bëmave të tij fillon me të dalë të Adem Demaçit nga burgu i Staragradishtes në burgun e madh që i thon Kosovë, thoshte ai. I pritur nga një popull i tërë, ai më parë se sa individit i ngjante me sis. Prandaj qytetarët pa dallim prisnin në radhë të parashtëpisë së tij, që të hyjnë dhe të dëgjojnë fjalën e tij, zërin e tij, mendimet e tij, diskutimet e tij, mesazhet e tij për burgun dhe lirinë, çlirimin dhe demokracinë, robrinë dhe bashkimin kombëtar, jetën dhe vdekjen. Në këtë kohë, më mirë se askush tjetër, portretin e tij e pati bërë Imzot Nikol Prelaj, kur në kishën e Ferizajt, para besimtarëve të pranishme, pati thënë: "E keni parë Jezu Krishtin? Ja ky burr, Adem Demaçi është Krishti vet. Çka ka bërë më shumë Krishti se sa ky burr këtu?" Rrëfimet e Selatin Novoselës për këtë periudhë janë të pasura ashtu sikur janë të pasura edhe angazhimet e tij në raport me partitë politike dhe pushtetin serb, institucionet politike dhe përfundimet e tyre si pasuri qytetare dhe kombëtare, raportet me Shqipërinë, historinë dhe demokracinë, zhvillimet politike qytetare, sikur është lëvizja e pajtimit të gjasheve e tjerë. Një pjesë e madhe kujtimeve të Selatin Novoselës kanë të bëjnë me zhvillimet politike në Kosovë dhe për kushtimin e Adem Demaçit, i cili fillimisht mbante qëndrim përkrahas e përurues, po pas vitesh si gjithnjë e më shumë mbante qëndrim kritik, si kusht i domosdoshëm për të mos e njohur Slobodan Miloševićin, paqen e Kosovë dhe si kusht i domosdoshëm për faktorizimin e çështjes së Kosovës para bashkësisë ndërkombëtare. Zhvillimet bëhen herë në rrjedhë të kohës e herë në kundërshtim me to, e në kontradikta të tjera. Se kush përpiqet ta bëjë deputet e se kush ta vendos në krye të ndonjë partie politike. Dita sa të tjerë madje ta fundosin brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, brenda së cilës idealistët, kryesisht të burgosurit politik, besonin se e kishte vendin për të lëvizur proceset përpara. Përkundrazi, antarët e saj të Lidhjes Demokratike të Kosovës besonin se aty shkonte për t'i përqarë. Disa tjerë madje e pranonin thjesht si antarët e saj, për të vazhduar avazin e tyre të vjetër, duke shuar dimensionin e demokracisë në pluralizmin e madh partijak të Kosovës nën Serbi. Është një dramë e madhe e Selatin Novoselës, që në ato rrethana të zgjidhte deputet Adem Demaçin nga radhët e LDK-s, pas vdekjes së Anton Qetës, por sikur mund të lexohet në përkushtimet e tij të shumta, klanet rreth LDK-s ishin strehuar në ato formasa sa ishte tepër vështirë të depërtohej edhe për idetë dhe për qëllimet më të mira.
Pas këtyre përpjekjeve, Adem Demaçi në vitin 1997 del me idenë e rezistencës paqësore aktive, bashkimin e forcave të shpërndara intelektuale, politike, ushtarake e ekonomike. Në ndërkohë një grup intelektualesh të formuar në frymën e tij e të profesor Recep Qosjes krijoi një parti të re, Lëvizjen e Bashkuar Demokratike, të cilën do ta drejtonte Qosja. Në shikim të parë kjo është thjesht një parti e njerëzve të shgënjur, para e shpejt do të bëhet institucioni i parë i përkrahjes politike të ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe madje ta mbështeste veprimtarinë në konferencën e Rambujës. Në të njëjtën kohë që del në skenë ushtria shërimtare të Kosovës, Adem Demaçi i përkrahun nga rreti i burgosëve politik, sikur është Selatin Novosella e bashkëluftëtarët e tij, hap selin e përfaqësuesit të përgjithshëm politik të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Megjithse rrethanet politike të sigurisë kishin ndryshuar, por Selatin Novosellën të qenit pranë Adem Demaçit tashmë nuk ishte simbol i sakrificës, por sinonim i besnikërisë, dashurisë dhe miqësisë së përjetshme ndaj tij si njeri, si personalitet dhe si kult ikone. Adem Demaçi në këtë kohë, ndërkohë kudo dhe nga qeveritar, partijak, organizata politike jo qeveritare, institucione shkencore, arsimore në Kosovë, Maqedoni e Shqipëri, flet për historinë, ndëron bashkëkohësit e tij dhe personalitetet me të cilat ishte frymëzuar. Adem Demaçi i mësuar me përjashtimet, linqimet e madje burgosjet, Adem Demaçi bën historinë e tij me fjalimet, me diskutimet vendore ndërkombëtare dhe i rikthehet shkrimit të letërsisë, vizionit miqt e vjetër dhe familjet e tyre. Ndërkohë që mosha dhe sëmundja e tij bën që ai të largohet sadopak nga jeta politike dhe përgjithsisht shoqërore, në shtypin ditor e në media, vendin e tij me rrëfime sigur e përplotson për të gjallë miku i tij, autori i këtyre shënimeve, Selatin Novosella. Për shkak të numrit të madh të veprave që boton, por edhe rreth tij e bashkosëve të tij, ai shpesh është i pranishëm me intervista të rastit dhe me biseda përfaqësuese. Si e tillë kjo vepër prej disa vëllimesh, e shkruar nga një dorë e mendje e cila i ka qëndruar tepër gjatë një jetë të tërë pranë Adem Demaçit, besoj të jetë një nga monumentet e mëdha të kujtesës demaqiane, sa në kontekstin historik e kronologjik, sa në kontekstin miqësor e shpirtëror. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Për veprat e Selatin Novosellës në përgjithësi, e jo vetëm për këto që përjurojmë sot, thuhet se autori i saj nuk i shkruan për herojt e as për lëvizjen revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, por për veten e tij. Reagimi demaqian ndaj një qëndrimi të tillë vlerësues për veprimtarinë shkrimore të Selatin Novosellës do të ishte si më poshtë. Të gjithë ata që munden dhe dinë, le të shkruajnë pafundësisht për veten e tyre ashtu si shkruan Selatin Novosella. Ky do të ishte një reagim demaqian. Por unë nuk jam demaq, edhe lentet e mia epistemologjike njose me bëjnë të refuzoj një shpjegim të tillë aperistik e skepticist dhe të më futin në horizontin e një shpjegimi ontologjist epistemologjik. Shpjegimi aperistik e skepticist se Selatin Novosella shkruan për veten e tij është i parë i mendjeve prira e cilave drejtohet në ndarjen e objekteve të mbrëmshme dhe të mendjes nga përshtypjet e mbrëmshme që shkaktojnë ato. Dhe anasjellët, me çrast, shkërmoset ideja e unitetit që ekziston midis subjektit, figura Adem Demaçit, ngjarjes dhe karakterit të ngjarjes që e bën të mundur shfaqjen e pamjes së subjektit brenda situatave që prodhojnë ngjarjen. Bazuar në një teori të tillë epistemologjike për shpjegimin e veprimtarisë shkrimore të Selatin Novosellës për dhe rreth Bacës Adem, unë në këtë rast do të përpiqem të argumentoj se të tri vellimet, rrugëtimi me Adem Demaçin, kujtime 1, 2, 3, nuk janë vepra që janë shkruar për Adem Demaçin, as më pak për Selatin Novosellën.
kujtimet e Selatin Novosellës, si tipologji shkrimi, nuk bien as në domenën e shkrimeve autobiografike e as në atyre biografike. Ato janë më tej se kaq. Ato i takojnë praktikës së ulëmtimit të historisë, të historisë gojore, që në këtë rast nuk zbatohet në rrafshin e folkloristikës, por të politikologjisë, sado që aty përfshihet edhe ndonjë element i të parës, siç është rasti në pjesën e parë të vëllimit të parë, anekdota për Adem Demaçin. Kur themi praktike ulëmtimit të historisë gojore, kemi parasysh për një disiplinë e cila është të përtueshme dhe pakufishme, që shkon përtej të disiplinave të veçanta, duke bërë ashtu dispozitiv i tyre. Rrogëtimi me Adem Demaçin është një vepër dispozitiv për historinë dhe politikologjin shqiptare, dhe përtej saj, ajo është dispozitiv për etikën e moralit të qëndresës shqiptare për liri. Adem Demaçi është subjekti i ngjarjes dhe karakteri vetë ngjarjes së lirisë në jetën e kombit shqiptar. Shprehur me termat e Heideggerit, liria do ta zgjidhë subjektin e realizimit të vet, Adem Demaçin, dhe vetë ekzistenca e tij do të jetë e ndërlidhur nga përcaktimi i tij për ta zgjedhur vlerën e lirisë. Është subjekti Adem Demaçi ai që do ta sjellë vlerën e lirisë në ekzistencën tonë. Si i tillë, Adem Demaçi nuk është një organizëm fizik, por një mekanizëm historik i frymës së lirisë së kombit shqiptar, i cili në vazhdimsi, pandalshëm dhe kurdoherë, sikur dje, ashtu edhe nesër, do të mbetet prodhuesi më eficient i frymës së lirisë dhe ndjenjes sonë për kuptimin e vërtetë të ekzistencës sonë, individuale, kolektive në histori. Në veprën Rrogëtimi me Adem Demaçin, Adem Demaçi për Selatin Novosellën është paraqitja mendore, simboli i mbrëmshëm, njohës i shpirtit të lirisë, i cili përfaqësohet nga jashtë si realitet i objektifikuar në figurën e Adem Demaçit. Në këtë paraqitje mendore, Adem Demaçi është i pandryshueshëm. Fryma e lirisë është e pandryshueshme, mbetet ajo që ishte gjithnjë, konsistente në natyrën e shfaqjes së saj dhe e pashpjegueshme me terma psikologjik. Dhermshuria, dashuria për atë dheun, empatia për fatin e njeriut, forca motivuese mendimeve dhe ndjenjave e tjera. Asnjë psikologji nuk mund ta shpjegojë fenomenin e gatishmërisë së herojve për t'u përballur me vdekjen në shërbim të lirisë. Mos kuptimin e gatishmërisë së Adem Jasharit për të flijuar në shtëpinë e tij me tërë familjen, edhe pse ka pasur mundësi zgjedhje e tjera, gjë kjo që na vazhdon të na turbullojë edhe sot mendjen, sot e kësaj dite e mboloj me sintagmën terminologjike komandanti legjendar. Përcaktorin legjendar e përdorim simboles të paaftësisë së mendjes tonë për të shpjeguar një akt të tillë flijimi që sfidon çdo aftësi psikologjike racionale shpjeguese. Pse vetë Adem Demaçi ishte i domosdoshëm, pse për vetë Adem Demaçin ishte e domosdoshme burgosi e tij? Pse për Adem Jasharin ishte i domosdoshëm flijimi bashkë me tërë familjen e tij? Adem Demaçi, e besoj, nuk kam pas rastin, a di, e besoj, as Adem Jashari, veten nuk e kanë përjetuar si qenie që vinë nga bota mitike dhe e legjendave. Ne të zakonshmit që nuk jemi të përardhur nga fryma e lirisë, nuk mund ta kuptojmë ligjin e domosdoshmërisë. Liria në thelb është njohje e domosdoshmërisë. Qoftë përmes fakultetit të intuitës, rasti i Adem Jasharit, qoftë përmes fakultetit të arsyes, Adem Demaçi. Herojt janë të parët që dinë ta lexojnë dhe kuptojnë pashmangshmërinë e domosdoshmërisë, sepse vetëm ata dhe përmes tyre ligji i domosdoshmërisë objektifikohet në realitet.
Vështirë do të ishte e imagjinueshme që në Kosovë të kishte protesta aq masovike kundër regjimit kolonialist të Jugosllavisë me 1968 dhe 1981, pa gatishmërinë dhe guximin e Adem Demaçit për të përballur ashtu dinitetshëm si ka mundur dhe ditur vetëm ai me burgjet e Serbisë. Kur nuk do të kishte masivizim të UÇK-s në përmasa të tilla e as intervenim të NATO-s, pas sakrificën e flajimit e familjes Jashari. Rënja e Nebi e Tahir Mehes ka shumë të përbashkëta me rënien e Jashareve në Përkas, por për shkak të diskrepancës që do të ekzistojë në mes të dinamikës së lëvizjes së tyre ndjejore e mendore për sakrificë dhe gjendje statike të mbyllur të botës së jashtme, konteksti i luftës së ftohtë, akti i meve nuk mund të prodhoj vetëm ngjarjen, lindjen e një ushtrie të armatosur apo intervenim të NATO-s, por një mundësi për prodhimin e ngjarjes në të ardhmen, dialektikës së ligjit së domosdoshmërisë, si unifikues i lëvizjes së botës së jashtme dhe vetmendjes njerëzore në kohë dhe hapësirë. Pas masakrës në Përkas, ata që do t'i kundërvijen me shpalljen e zgjedhjeve të lira e demokratike, në thojza. Proces ky zgjedhor, që s'ishte gjë tjetër, pos një ftesë për një plebishit popullor për vazhdimin e politikës pasore në kushtet ekstreme të luftës totale shfarose të Serbisë kundër popullit shqiptar. Në të vërtetë, një plebishit kundër luftës së UÇK-s do të presojnë dështim moral, politik dhe historik, qoftë përmes fakultetit të intuitës, qoftë përmes fakultetit të arsyes historike. Kuptimi i domosdoshmërisë është thirrje natyrshme e guximit të heronjve për të ngritur mbi të pamundurën. Aljan Bodje, në trajtesën me titull Në këto rrethona, guximi, thot: guximi është thirrur në lidhje direkte me procesin e ngritjes së pafuqisë të e pamundshmja. Shpërfaqen në një unitet sa në qenien e guximit të Adem Demaçit. Mbaroj puna ime. Pse do ta pyes bacën Adem Shaban Shala gjatë vizitës që i bën pas çlirimit të Kosovës? Baz Adem përgjigjet: nuk arrita të vdes për lirinë e Kosovës. Serbia nuk më vrau as gjatë qëndrimit në burgjet e saj, as nuk më vrau gjatë luftës. Për të guxishmin e palotshëm, i cili me qëndresën e vetë në brenda të pamundshmës, ka bërë që Kosova të dalë nga pafuqia të mundshmës. Pse me Adem Demaçin kom qenë që nga moshat 18 vjeçare, si mitur, deri në ditën kur jemi ndarë nga Adem Demaçi me 26 korrik 2018, do thotë gjithë jetën në përjashtim të kohës sa ishim në përburgje, ai 28, unë veç 90, po edhe gjatë këtyre vite kom qenë 3 vite e gjysmë në burgun e Požarevcit. Ka shtyje frymëzim që më ka dhënë për të bërë diçka, jo veç për familja ime, më ka motivue për të bërë diçka kohë të vështira për Kosovën dhe kom ndi veten të lumtur, sikur që thash e një që kom qenë nxënës i vogël Adem Demaçit. Ky libër përmban, unë deri tash kom botuar 24 libra për jetën dhe veprat e Adem Demaçit. Këto janë libra të cilat mund lidhen nga historiografia, ka publicistika, po dhe ka nga letërsia. Janë libra të lehta për të lexuar, po ka shumë kujtime, shumë evokime, shumë edhe për familjarët e Adem Demaçit, edhe për shokët e Adem Demaçit, edhe për udhëtimet me Adem Demaçin, edhe për shënimin e 80 vjetor pavarësisë në Vlorë me Adem Demaçin. Do të thotë thjesht janë kujtime të cilat e bin edhe e sjellin Adem Demaçin pak më ndryshe, që sa veç të burgjeve, veç të sakrificave. Momenti më i prekshëm ka qenë kur jam taku për herë të parë burgun e Požarevcit, shtator vitit 1969, kur më ka pyet për nonën. E ka vdekë që ka pa në gjatë varrimit saj. Djalë tjetër nuk ishte, djali kishte shqiptarin 2-3 vjet, mandej vëlla nuk ishte, burr nuk ishte. Mënyrën që do të t'ja përshkruaj vdekjen, varrimin e nanës,
të Adem Demaçit, që kom qenë një pranishëm me pak vjetë atëre, 65, ka qenë momenti më i trishtueshëm që më ka metë kujtes, kuptohet si moment shumë i dhimbshëm. Unë besoj që gjenerat e reja as përsafër me se njohin. Nuk më bo analizë ose punë e ime, veç për jetën dhe veprën e Adem Demaçit mund me ditë më shumë të 2%. Po fajtohet nuk për të rinia jonë, janë institucionet tonë shkencore, shtetërore, kulturës, artit, të arsimit, që nuk e bëjnë Adem Demaçin pjesë të çdo libri shkollor. Për të mësuar për jetën e tij, për veprën e tij. Rinia jonë nuk do të fajsohet, do të fajsohet institucionet tona që përmend.